Zoti Noka, mos e deprotash, ju lutem shumë. Zoti Noka, ju paralemroj dhe ju parashtroj nga komisioni. Ju lutem shumë. Je pa boteshi. Hajde të si. Në lidhje me pyetjet e Këshet edhe herë. Mbra, ju lutem atëherë. Ndërpritet mbledhja. Komisionit, unë sapo mora masën për zotin Noka për përjashtimin nga seanca plenare, në fal e mbledhjes komisionit, dhe në bazë të pikës 2, në rast se deputeti nuk pranon të dalë nga salla ose përpiqet të hyjë në sallën me forcë, drejtuesi i komisionit i kërkon sekretariatit për procedurat, votimet dhe etike marrë masë përjashtim nga pjesëmarrja e komisioneve 10, 30 dhe 60 ditë. Kështu që unë do t'i kërkoj komisionit për përjashtimin 10 ditë. Dhe në rast se nuk dilni, do t'i kërkoj shërbimeve që të marrin masa për lirimin e sallës nga Noka. Ju lutem dilni se ja u thash edhe pikën 2, e regjistruat pikën 2. Okej. Jo, pika 2, s'ka në pikën 4. Jo. Fut edhe pikën 4, po. Sepse këtu ju po bëni mbrojtje Nakos. Atëherë do largoni apo jo? Do largoni apo jo? Jo, nuk largoni. Okej. Atëherë faleminderit shumë zoti Proda për paraqitjen edhe për të gjitha përgjigjet shtërruese që dha sot në seancë dëgjimore. Këtu mbyllet mbledhja edhe për ditën e sotme. Faleminderit.